Po është shumë e mundur që një njëjti subjekt të aplikojë më shumë se një markë dhe të regjistrojë shumë llojshmëri markash. Duhet ta specifikojmë faktin që çdo aplikim duhet përmbajë në shkrim elektronik nga personi autorizuar që firmos. A duhet shoqëria jon t'i japi fund mentalitetit pse ta regjistroj markën kur nuk ka se si të ma marrë njeri? Në një treg që evolon me ritme të shpejta, pse duhet të siguroni mbrojtjen ligjore të markës tuaj tregtare që ju përfaqëson në fushën tuaj të veprimtarisë? Kam kënaqësinë e veçantë të kem sot të ftuar avokatin Etlon Pepo, Sepse shpesh pronësia industriale ngatrojnë me drejtën autore. një markë tregtare mund të regjistrohet sipas ligjit vetëm nga individi apo edhe nga personat juridik? Thonë, jo, nuk është e njëjtë kur ligji të jep të drejtë që ndalosh një shenjë, jo vetëm të njëjtë, po edhe të ngjashme me markën e regjistruar. Me regjistrimin e markës tregtare, për të evidentuar avantazhet, të kesh të drejtë që ndalosh edhe importimin, eksportimin e madrave në këtë shenjë. Kam të regjistruar biznesin, pse më duhet ta regjistroj markën? Me gjithë registracionet e markave tregtare kudo në botë, që titullohet apo emërtohet shkaqjet absolute. Ekziston një kategori tjetër e markash që janë markat ndërkombëtare.